Sigurisht që për shikuesit e PIS TV-s dhe përmes PIS TV-s, them të gjithë besimtarët dëshiroj që t'i uroj për këtë tashmë Fitër Bajramin që po na vjen, nëse i Madhi Zot na mundson që ta arrijmë, të uroj këtë Fitër Bajramin dhe të thras të gjithë besimtarët tanë kudo që janë, që ata të përkushtohen edhe më shumë fesë, që ata të përkushtohen edhe më shumë dinit Zotit Xheleshanuhu, që edhe pas Ramazanit duhet ditur se Kurani është libër udhëzues dhe udhërrëfyes për besimtarët dhe nuk kanë mbaruar asgjë me Ramazanin. Vetëm sa kemi pas mundësi të thithim, të marrim atë nektarin e pastër këtij muaji të bekuar dhe ne duhet vazhdojmë, nuk merr fund namazi, nuk merr fund adhurimi me muajin e Ramazanit. Por sigurisht të vazhdojmë me ibadetet, vazhdojmë me punë të mira, të punojmë për të ardhmen sa më të mirë të vendit tonë të gjithë, të përkushtojmë me tërqenjes son që t'japim kontribut në vendin tonë, të shtrim dorën e pajtimit mes vete, pra t'i harojmë zënkat, të lidhemi mes vete, sepse tek e fundit Zoti Xheleshanuhu në Kur'anin famlar na ka mësuar kur thotë: "O ju njerëz, ju kam krijuar për një mashkull dhe për një femre, ju kam bërë popull e fise të shumta që ju të njiheni mes vete." Do me thanë, kjo është feja jonë. Fatkeqësisht që e kanë komentuar dhe po komentojnë, që se ka njerëz të paditur këtë, andaj të jetojmë në një bashkësi larg luftrave, larg konflikteve, larg çdo gjë që shkon në dëm të individit dhe të shoqërisë njerëzore. Dhe sigurisht që në fillim të kësaj bisede nuk lat pa e përmendur diasporën tonë. Mesazhi juaj për Bajram si për qytetarët në mbarë shqiptare, ashtu edhe për diasporën. Unë aty i futi shqiptarët janë të gjithë margata jonë, të janë mushkrit e trupit tonë, që përmes ty në neve sigurisht që edhe marrim edhe jetojmë nga sa ata janë ata të cilët kontribuojnë dhe investojnë në Kosovë më të madhe. Lu Zotin që atyre t'ju falë shëndet dhe dëshiroj edhe atyre të gjithëve t'ju uroj për festën e Fitër Bajramit dhe t'i falenderoj edhe për ndihmat të cilat i drejtojnë në adresë të Bashkisë Islame të Kosovës.